A do të përfshihen komunat veriore në rritjen e tarifave të energjisë elektrike? Ishte pyetja që qarkulloi të hënën në media. Kjo erdhi pasi Kosova Press, duke u thirrur në përgjigjen zyrtare të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, raportoi se shtrenjtimi i rrymës për 16.1%, i cili do të aplikohet nga muaji i ardhshëm, nuk vlen për komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Kjo ngjalli debat të fortë në opinionin publik. Mitrovica e Veriut, Leposaviqi, Zveçani e Zupin Potoku furnizohen nga elektroserveri, i cili operon jashtë sistemit të furnizuesit me shërbim universal. Nëse pyetja ka të bëjë me 4 komunat veriore të vendit, të cilat aktualisht furnizohen nga elektroserver, atëherë këto tarifa nuk zbatohen në atë pjesë të territorit, për shkak se elektroserver operon jashtë sistemit të furnizuesit me shërbim universal dhe marrëdhëniet tarifore janë të ndryshme. Më vonë të hënën, ZRE-ja doli me një njoftim publik duke thënë se rritja e çmimit të energjisë prej 16.1% vlen për furnizuesit me shërbim universal, duke theksuar se elektroserveri është kompani e licencuar nga ZRE-ja. Rritja tarifave të energjisë elektrike 16.1% vlen për furnizuesin me shërbim universal që operon në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe këtë obligim të shërbimit universal e ka KESCO. Nuk vonoi shumë dhe elektroserveri deklaroi të hënën se rritja prej 16.1% e çmimit të energjisë nuk do të vlejë për komunat veriore të Kosovës. Elektroserveri është kompani në pronësi të EPS-s dhe është e regjistruar në Kosovë. Banorët në veri të vendit nuk e paguajnë energjinë elektrike të shpenzuar gati që 25 vjet. Borxhi i tyre më parë mbulohej nga qytetarët e komunave të tjera të Kosovës, dikur nga grantet e qeverisë Kosovës dhe operatori i sistemit transmisionit dhe trekut. Faturat e para në komunat veriore u shpërndan vitin e kaluar. Kompania Elektroserver mori përsipër mbulimin e pjesës veriore dhe faturimin e konsumatorëve, pasi Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje në kuadër të dialogut në Bruksel. Shtrenjtimi i rrymës për 16.1% do të hyjë në fuqi nga 1 maj i këtij viti. Vendim ky i cili shkaktoi edhe rritje të çmimit të produkteve të tjera. Qytetarët dhe bizneset janë shprehur kundër shtrenjtimit. Për këtë janë mbajtur edhe disa protesta në Prishtinë.